Kjo godinë në qendër Tiranës tërheq vazhdimisht vëmendjen e turistëve, por edhe qytetarëve. Shumë prej tyre më kanë pyetur, çfarë është godina që shtrihet në krah të xhamisë dhe në rrugën që të çon në urën e tabakëve, një prej monumenteve më të rëndësishëm të Tiranës. Në fakt, shumë veta njohin si Komiteti i të përndjekurve politik të regjimit komunist. Komiteti i përndjekurve politik të regjimit komunist, i cili ka dhe një monument pa emër që në fakt është realizuar nga Max Velo në mes të viteve 90 për të personifikuar vuajtjet e komunizmit dhe të persekutuarit politik. Në murin e jashtëm të saj janë një sër tabelash që tregojnë vitet e komunizmit. Pra, në radhë parë është dekreti i presidentit që jep nderi kombit të gjithë intelektualëve të vrarë nga terrori komunist, është një nga monumentet që i kushtohet tyre, janë emrat e personave të parë të pushkatuar në bodrumin e Hotel Bristolit në 1944, në 17 nëntor 44, ndërsa më pas është tabela që tregon se sa burra dhe gra janë ekzekutuar në vitet e komunizmit, pra 5039, nga të cilët të dënuar politik janë 26700, të vdekur në burgje 900 dhe vijon. Por kjo godinë, e cila ka shërbyer si komiteti i të përndjekurve politik për një periudhë të gjatë kohe, mbas viteve 90, është në fakt një prej godinave më interesante të Tiranës. Ajo u ndërtua në fund të viteve 20 dhe u ndërtua nga shteti italian. Quhej Legazione Italiana, ishte e para legat italiane e ndërtuar në Shqipëri me shpenzimet italiane. Nëse lexon ditaret e Kontit Ciano, ai shprehet se do të kërkonin të ndërtonin në Tiranë një godinë që të kishte gjithë madhështinë që përfaqësonte madhështinë e Italisë. Ishte ballë për ballë pallatit presidencial, që më pas u bë pallati mbretëror, dhe që ishte parlamenti vjetër. Ishte përballë nën prefekturës, e cila u shëm dhe u bë shtëpia e nënës së mbretit Zog. Sot është biblioteka e vjetër kombëtare dhe në krah të urës së tabakëve që çonte në drejtim të rrugës së Shëngjergjit. Pra ishte një prej godinave më mirë të vendosura në Tiranë. Godina u projektua nga një arkitekt italian dhe u ndërtua në fund të viteve 20. Është shumë e famshme pamja e saj, me fasadën kryesore që e kishin ndërtuar për të treguar gjithë madhështinë e fuqisë italiane. Siç thot në atë kohë Ciano, Mussolini dha okejin që godina ose legacioni italian të ishte në nivelin më të mirë të përfaqësimit. Me siguri kjo ishte godina më e madhe në Tiranë mbas pallatit presidencial në atë kohë, por të mos të ndoshta dhe më e madhe. Hyrja është monumentale me kolonat që e mbajnë atë, pra praktikisht janë 6 kolona, mbi të cilat mbështetet ballkoni i sipërm, që ishte parashikuar për të mbajtur fjalime. Madje është shumë interesante se eksaktësisht në këtë godinë hyn në prill, 12 prill vit 1939, përfaqësuesit e parlamentit asambles që i sollën kurorën e Skënderbeut Viktor Emanuelit dhe u pritën eksaktësisht në këtë godinë nga Francesco Iacamoni di San Saverio, që ishte ambasadori italian dhe në Tiranë dhe më pas u bë mëkëmësi i mbretit Viktor Emanuel në Tiranë. Ky është holli kryesor hyrës i ambasadës, pra pjesa kryesore e hyrjes. Në këtë pikë, në të dy anët ka zyra, pra ishte legacioni. Pjesa më interesante është pjesa e lartme, po të hysh është restauruar, por natyrisht është përshtatur për zyra. Ka një korridor të gjatë në cilin në të dy anët e tij ka zyra që ishin parashikuar për ekspertët ushtarak italian, për ekspertët kulturor italian, për ekspertët ekonomik italian, ka recepcionin e parë të pritjes që ishte në atë drejtim, ka një seri zyrash të tjera që shkojnë dhe në këtë drejtimin tjetër dhe vijon më pas me labirinte, ka pasur kafazin e vogël që qëndronte aty, dhe kjo është pjesa më interesante. Shkalla është origjinale, pra në këtë zonë ku vetëm muret dhe tullat duken origjinale, kjo është shkalla origjinale që të çonte në zyrën e ambasadorit, që në fakt në vitet e fundit i takuan Francesco Iacomonit. Shkalla është ajo që ka qenë, është restauruar, më pas zyrën e Iacomonit për ironit fatit e mori Kurt Kola, kreu i të përndjekurve politik në Shqipëri, kjo është pjesa që ngjitesh sipër. Ky ishte korpusi më i rëndësishëm në fakt, me zyrat kryesore. Zyrat ndarjet nuk janë më ato originalet, janë ndarë më pas në format ndryshme. Kjo është një zyrë që ka një pamje të mrekullueshme, pra kjo ishte zyra e Iacomonit bashkë me tjetrën, që shen në këtë drejtim shite pallatin mbretëror, në këtë drejtim shite
godinën e nënës së mbretit Zog dhe vetë pallatin mbretëror po ashtu, dhe pamjen e rrugës së famshme punëtorët e rilindjes, si quhet, së rrugës së Elbasanit që shkonte drejt sheshit Skënderbej. Ka qenë së bashku me zyrën tjetër, por është ndarë për lehtësi, ndërkohë që këtu është pamja që të çon në balkonin e famshëm ku mbaheshin fjalimet. Ja ku është kjo pjesë. Pra këtu del në balkon. Në këtë balkon, Konti Qiano priti përfaqësinë e deputetëve të Asamblesë Kombëtare Shqiptare, në fakt kolaboracioniste nëse mund t'i quaj, që i sollën kurorën e Skënderbeut Viktor Emanuelit, ja dhe shtëpia e Sadie Zogut, nënës mbretit Zogut, ndërtua për të, por u kthye në bibliotekë kombëtare, ja dhe pallati mbretëror që nuk duket nga palma dhe lulet e tjera dhe rruga. Balkoni ishte pjesa më interesante, në fakt, e gjithë godinës, po e mbyll prapë që vazhdojmë me pjesën normale, ndërkohë që nëse ikim më tutje, vazhdojmë me serinë e zyrave. Ka një seri zyrash në këtë drejtim, ka një zyrë tjetër, pra ka disa zyra, po kanë vendosur pa ndonjë kriter, vijojnë sërish zyra. Kjo tregon pak dhe madhështinë e shtëpisë, sa e madhe ka qenë, e godinës. Është pjesa ku dilet në balkon. Kjo është pjesa e mbrapme tani e asaj që ne e quajmë Lulisht e 1 Maj, me rapin më të vjetër të Tiranës, i cili për fat keq është tharë atje mbrapa, rapi i urës të tabakve, vijoj për të dalë në verandën tjetër. Italianët bën një investim i cili ishte mbi nevojat e tyre në Shqipëri. Janë një sër zyrash të cilat kanë të gjitha nga një balkon të vogël që del me pamje nga rruga Elbasanit ose xhamia e sotme e Namazgjas, pra shifeni, janë balkonet, edhe balkoni vogël në anën tjetër, përballë tashmë është bërë xhamia e Namazgjas, ndërkohë këtu duket gjithë rruga e Elbasanit dhe godinat e tjera të ndërtuara në Tiranë, ndërkohë që nëse ikën në këtë drejtim, vazhdojnë sërish zyra, dhe këtu dilet në terracën e madhe që në qoftë se shihni kujtimet e Ugo Solës dhe të Pietro Cuarones, ishte vendi, po që ka mbushur me ujë, ku Ugo Sola ftonte për çaj mbretin Zog. Godina më tutje që është Hotel Monarku, është ndërtuar më pas, nuk ka qenë, kështu që pamja e kësaj terrace shkonte deri në kodrat e Saukut dhe në rrugën e Elbasanit. Sot në fakt për fat keq që ka e përmbytur kjo pjesë e verandës dhe ja ku duket edhe një herë rapi që ju thash, rapi më i vjetër i Tiranës. Italianët e ndërtuan këtë godinë për të treguar madhështinë e tyre me planet për pushtimin e mëtejshëm të Shqipërisë që rezultoi në 7 prill vitin 1939. Dhe thash, në këtë zyrë këtu, nga i balkon i përshëndeti, Konti Qiano, është kjo pjesë këtu, nga ky balkon i përshëndeti, por në këtë zyrë këtu, Konti Qiano mori kurorën e Skënderbeut, sjell nga një grup i Asamblesë Kombëtare për t'ia dorëzuar Viktor Emanuelit. Që nga ajo kohë, godina ka pasur funksione të ndryshme, ka qenë redaksi, gazetesh, revistash, komitet për ndjekurve, po asnjëherë nuk ka marrë formë reale.